Mirë se erdhët në bota e horoskopit, dhe të shikojmë çfarë na thon yjet për 12 sinjat e zodiakut për ditën e shtunë, 15 gusht 2026. Ju faleminderit që na ndiqni dhe ju uroj një fundjavë të mbar. Dashi, në 15 gusht dash. Frymëzimi është në anën tënde. Kur Mërkuri bashkohet me Jupiterin në Luan, krijimtaria jote me një shtys të fuqishme. Nëse një projekt pasioni ka ngecur kohët e fundit, tani mund të fillosh të shohësh përsëri lëvizje dhe rezultate. Mos ki frikë të nxjerrësh idetë tua në dritë dhe tua tregosh edhe të tjerëve. Ndonjëherë mund të mendosh se duhet të presësh momentin perfekt, por sot nuk ke nevojë për kaq shumë analiza. Ti je një shenjë zjarri dhe energjia guzimshme e Luanit të shkon shumë. Përdore këtë energji për të guxuar, për të krijuar dhe për të bërë diçka që të ndes pasionin. Mos i filtro më njëherë det duke pyetur nëse jam mjaftuese praktike apo logjike. Një ide që sot duket e çuditshme mund të jetë pikërisht ajo që të çon drejt diçkaje të bukur. Dash, ndikat që të bën të lumtur. Jo çdo gjë që ka vlerë duhet të ketë kuptim perfekt, që në fillim ndonjëherë zemra e di rrugën përpara mendjes. Demi. Këtë të shtundem, vëmendja jote shkon tek shtëpia, familja dhe jeta personale. Kur Mërkuri dhe Jupiteri bashkohen, mund të ndjesh një dëshirë të fortë për të përmirësuar hapësirën ku jeton dhe mënyrën se si po ndërton të ardhmen. Nëse ke menduar të bashkëjetosh me partnerin, kjo është një ditë shumë e mirë për të hapur këtë bisedë. Flisni për planet, dëshirat dhe mënyrën se si do të duke jeta juaj së bashku. Nëse po mendon të zhvendosësh në një shtëpi apo qytet tjetër, mos priti diçka të jetë perfekte për të filluar. Hapi i parë mund të jetë i thjeshtë të bësh planin. Më e rëndësishmja është, lejoje veten të imagjinosh jetën që dëshiron vërtet, mos e kufizo veten duke menduar menjëherë kjo është shumë e vështirë ose nuk është reale. Universi të fton të mendosh gjërat më të mëdha, fati është në anën tënde dhe një ëndër që sot duket larg mund të fillojë të marrë formë nëse ti guxon të imagjinosh. Dem 15 gusht, mos pyet veten, a mund ta bëj? Pyet veten si do të duke jeta ime nëse do ta bëja. Binjakët. Mërkuri është planeti yt udhëheqës binjak dhe më 15 gusht, bashkimi i tij me Jupiterin të jep një avantazh të madh në komunikim. Fjalët vinë më lehtë dhe duket sikur më në fund arrin të shprehësh saktësisht atë që ke në mendje. Kjo është një ditë ideale për të dalë nga zona jote e rehatisë. Por me njerëz të rinj, nisi bisedë me dikë që nuk e njeh, telefonon një mik që nuk e ke dëgjuar prej kohësh ose pranon një ftesë për takim. Nëse je beqar, mos u çudit nëse një bisedë e zakonshme kthehet papritur në flirt ose në një njohje interesante. Por edhe nëse je në një lidhje, përdore këtë energji për të folur hapur me partnerin dhe për të ndarë mendimet që ke mbajtur brenda. 15 gushti nuk rita për të mbyllur në shtëpi dhe për të heshtur, ke shumë për të thënë dhe shumë për të ndarë. Binjak, nxirre zërin tënd në pa, një bisedë që nis krejt rastësisht, sot mund të sjellë një mundësi, një miqësi të re ose një histori të bukur dashurie. Gaforia. Beso më shumë të vlera jote gafore. Shpesh ke tendencën të miniminosh talentet dhe aftësitë tua, por e vërteta është se ti sjell shumë në çdo situatë ku përfshihesh. Në 15 gusht mund të shfaqet një mundësi për të rritur të ardhurat, por duhet të jesh gati të kërkosh atë që meriton. Mos prit gjithmonë që të tjerë ta kuptojnë vetë se sa shumë vlen puna jote. Bashkimi i Mërkurit me Jupiterin të jep më shumë siguri dhe guxim për të folur përparat. Nëse mendon se meriton një rritje page, është momenti i mirë ta diskutosh. Nëse punon për veten, mund të jetë koha të rishikosh çmimet ose tarifat e tua. Mos u ndjen në faj kur kërkon atë që është e drejtë, të njohësh vlerën tënde, nuk është arrogancë. Gafore, ti vendos standardin për mënyrën se ti dëshiron të trajtohesh, por mos prano më pak vetëm sepse je mësuar të jesh modest. Në 15 gusht, ngri zërin për veten, beso te aftësitë tua dhe mos ke frikë të thuash, unë e meritoj këtë. Luani. Të gjithë syt janë përsëri tek ti Luan. Dhe nëse ka një shenjë që di si ti përballoj vëmendjen, ajo je ti. Jemi ende në sezonin tënd dhe pas energjisë së fuqishme të eklipsit në shenjën tënde, tani po rikthehesh në qendër të vëmendjes. Në 15 gusht, Mërkuri bashkohet me Jupiterin në Luan, duke të sjellë një shpërthim të madh vetbesimi. Nëse gjatë eklipsit ke pasur momente pasigurie ose ke dyshuar në veten tënde, tani ajo energji fillon të rikthehet fuqishëm. Mos ke frikë të bësh hapa të mëdhenj, nëse ke një ide, një projekt apo një dëshirë, apo një plan që ke mbajtur për vete, tani është koha ta nxjerrësh në pah. Universi është problem kur guxon, edhe ti Luan nuk je pikërisht shenja që kënaqet duke qëndruar në cep. 15 gushti është dita për të besuar te vetja, për të rimarrë iniciativën dhe për t'i treguar botës çfarë je në gjendje të bësh. Luan, mos prit që dikush të të jap leje për të shkëlqyer, është sezoni yt, hyr në sken dhe bëj lëvizjen tënde të madhe. Virgjëresha.
Mos e shtyj veten për taj kufive vigjeresh. Ti e vlerëson shumë produktivitetin dhe shpesh ndihesh mirë vetëm kur ke diçka për të bërë. Po më 15 gusht duhet të kujtosh një të vërtet të rëndësishme. Edhe pushimi është produktiv. Nëse nuk jep vetes asnjëherë një pauzë, herët apo vonë do të shterosë energjitë. Dhe pyet e veten, a është e vërtet produktive të arrish deri në skapitje? Kur Merkuri dhe Jupiteri bashkohen, energjia e ditës të fton të kujdesesh më shumë për veten. Mos e përpiq të përfundosh çdo detyrë para se të fillojë fundjava. Lëri disa gjëra për nesër. Puna dhe përgjegjësitë nuk do të zhduken brenda natës. Në 15 gusht, bëj diçka që të qetëson. Pusho, shikoj një film, lexo, dyr për një shëtitje ose thjesht shijo pak heshtje. Vigjeresh, nuk e pse ta fitosh të drejtën për të pushuar, duke punuar deri në lodhje. Ti e meriton pushimin edhe pa e justifikuar. Filloje fundjavën me qetësi, nëse do të kesh përsëri kohë për detyrat. Sot kujdesu për veten. Peshorja. Me Venusin në shenjën tënde peshore, kohët e fundit ke qenë më sociale, më e hapur dhe më e gatshme për të shijuar shoqërinë. Por ndoshta ke qenë aq e përqendruar te dashuria dhe marrëdhëniet romantike, sa ke lënë pas dore miqt. Me 15 gusht, është koha të kushtosh pak më shumë vëmendje miqësive të tua. Telefonon një mik me të cilin nuk e folur prej kohësh. Bëni një kafe së bashku ose dilni për të kaluar pak kohë duke qeshur e duke biseduar. Nëse kohët e fundit je ndieri vetmuar, mos ke frikë të dalësh nga rutina dhe të njohësh njerëz të rinj. Një njohje e rastësishme mund të kthehet në një miqësi shumë të bukur. Po, romanca është e këndshme, por miqt kanë një vlerë po aq të madhe. Njerëzit që janë pranë teje në ditët e mira dhe të vështira janë një pasuri që nuk duhet marrë si e mirëqen. Peshore më 15 gusht, mos e lë dashurinë të marrë gjithë hapësirën. Hap derën edhe për miqt, bisedat e bukura dhe njohjet e reja. Zemra ka vend për dashuri romantike, por edhe për miqësi të sinqerta. Akrepi. Një ndryshim i madh në karrierë është më pranë se sa mendon Akrep. Ndoshta kohët e fundit ke ndier si ku ke ngecur në vend dhe gjithë puna që ke bërë nuk po të çon askund, por kjo nuk është e vërteta. Kur Merkuri bashkohet me Jupiterin, mund të fillosh të shohësh më qartë fytyrët e përpjekjeve të tua. Diçka që ke bërë deri tani ka qenë duke ndërtuar diçka më të madhe, edhe nëse rezultatet nuk kanë qenë të dukshme. Më 15 gusht, mund të ndodhë diçka që të bën të kuptosh se puna jote nuk ka shkuar kot. Një mundësi, vlerësim, projekt ose hapjere profesionale mund të të tregojë se je në rrugën e duhur. Por mos mendo se tani mund të ndalosh, përkundrazi, vrullica apo ka filluar të krijohet. Vazhdo të punosh, qëndroj përqendruar dhe mos e humb ritmin. Akrep, suksesi serioz mund të jetë duke u afruar, ajo që dihet duke si një ngecje, nëse mund të kuptohet si periudha që po përgatitet terrenin dhe për suksesin tënd. Shigjetar, është koha të argëtohesh, kjo energji e fuqishme e luanit, është pikërisht ajo që të ka munguar. Të duhet pak më shumë spontanitet, aventurë dhe gëzim në jetën tënde. Jupiteri është planeti yt udhëheqës dhe kur bashkohet me Merkurin, fati duket se është në anën tënde. Prandaj mos e humb këtë energji duke qëndruar në të njëjtën rutinë. Në 15 gusht, zgjo aventurierin brenda vetes dhe bëj diçka spontane. Nuk ke nevojë për një udhëtim luksos apo për të shpenzuar shumë para, edhe një vizitë në një qytet ose fshat aty pranë mund të kthehet në një kujtim fantastik. Mund të marrësh makinën, të nisësh pa një plan shumë të detajuar dhe të shohësh ku të çon dita. Për ty shigjetar, aventura nuk matet me distancën që përshkon, por me emocionin që përjeton. Prandaj më 15 gusht, mos e pyet veten nëse është momenti i dur. Thjesht nisu, një ditë e zakonshme mund të shndërrohet pa pritur në një histori që do ta tregosh për shumë kohë. Shigjetar, fati të buzëqesh, ndaj merr pak guxim, pak spontanitet dhe shko aty ku të çon zemra. Bricjapi. Është në rregull të pranosh ndihmë Bricjap. Ti ke tendencën t'i bësh gjërat vetë, ndoshta sepse nuk dëshiron të shqetësosh të tjerët, ose sepse mendon se askush nuk mund ta bëjë diçka aq mirë sa ti. Por më 15 gusht, mund të shfaqet një problem që lidhet me financat dhe këtë herë nuk është e nevojshme ta zgjidhësh i vetëm. Dikush pranë teje mund të ketë një këshill shumë të vlefshme, dëgjoje përpara se ta refuzosh menjëherë. Ndonjëherë një këndvështrim i jashtëm mund të të tregojë një zgjidhje që ti nga që je shumë i përfshirë në situatë, nuk po e sheh. Dhe mos haro, të kërkosh ndihmë nuk do të thotë se je i dobët, përkundrazi tregon se je mjaftueshëm i zgjuar për të kuptuar kur nuk ka arsye të luftosh vetëm. Bricjap, ti nuk e pse të mbash do bar mbi spatullat e tua. Lejo njerëzit që të duan të mbështesin. Ndonjëherë forca më e madhe është të dish kur të thuash kam nevojë për pak ndihmë. Ujori.
Dashuria është në ajër ujor, më 15 gusht, kur Merkuri dhe Jupiteri bashkohen në Luan. Energjia të shtyn të dalës nga zona e reatis dhe të jesh më i hapur ndaj njohjeve të reja. Kjo nuk është dita për të fshehur apo për të luajtur të sigurt. Energjia e Luanit favorizon guximin, ndaj nëse dikush të tërheq, bëj hapin e parë, pranon një ftesë për takim, dil me miq ose thjesht lejoje veten të njohësh njerëz të rinj. Nëse je beqar, një njohje e papritur mund të jetë më interesante nga sa mendon. Mund të takosh dikë që të zgjon menjëherë kurreshtjen dhe të lënë një përshtypje të fortë. Por kjo energji nuk është vetëm për dashurinë. Nëse romanca nuk është prioriteti yt, përdore ditën për kontakte profesionale, miqësi të reja dhe bashkëpunime. Një bisedë thjesht mund të hap një derë të rëndësishme në të ardhmen. Ujor, më 15 gusht, mos ke frikë të afrohesh me njerëzit. Një nga lidhjet që kërkon sot mund të bëhet pjesë e jetës nesër për një kohë shumë të gjatë. Peshqit. Peshq, më 15 gusht, është koha të kushtosh vëmendje asaj që nuk po funksionon më në jetën tënde. Mund të kesh disa zakone që i ke mbajtur për një kohë të gjatë pa menduar seriozisht nëse duhet t'i ndryshosh. Ndonjëherë mësohemi aq shumë me mënyrën e jetesës sa harrojmë se kemi të drejtë të zgjedhim diçka tjetër. Por tani po hyn në një periudhë ku ndryshimi bëhet gjithnjë më i rëndësishëm. Nëse ja afrohesh hënës së plot dhe eklipsit hënor në shenjën tënde, në fund të muajit, një kapitull po mbyllet dhe një tjetër po përgatitet të fillojë. Prandaj, më 15 gusht, shiko me sinqeritet çfarë po të pengon. Një zakon, një situatë, një marrëdhënie apo një mënyrë të menduarit që nuk të shërben më. Kur Merkuri dhe Jupiteri bashkohen, përdore këtë energji për të marrë një vendim të qartë. Hiq dorë nga ajo që nuk po funksionon. Peshq, mos ke frikë të lësh bosh një hapësirë. Ku largon atë që nuk të shërben më, krijon vend për diçka shumë më të mirë. Dhe ky ishte parashikimi i yjeve për 12 sinjat të zodiakut për ditën e shtunë, 15 gusht 2026. Na lini komentet tuaja dhe faleminderit që na ndiqni. Ju uroj një fundjavë të mbar dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe.